Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku si çdo ditë edhe ditën e sotme do të jemi bashkë rreth një orë në transmetim. Dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do sjellë një histori të dhimbshme sot të një nëne nga Elbasani. Ajo është vetëm 28 vjeç, ka sjellë në jetë 2 djemë, të cilët janë të mitur, mos gaboj me moshën, njëri 9 dhe tjetri 7 vjeç. Por fatkeqësisht kjo nën u braktis nga partneri i saj dhe u detyrua të kërkonte ndihmën e vjerës për të ndihmuar në rritjen e 2 fëmijëve dhe kjo nën të punonte. Por ndodhi e kundërta, ish vjera e denoncoi në polici për braktisje dhe kjo nën u dënua nga gjykata. Ka ardhur sot në studio për të rrëfyer këtë histori të trisht dhe padyshim për të përcjellë mesazhe të forta për ish partnerin e saj, për babain e 2 fëmijëve i cili ka emigruar, ndodhet në shtetin gjerman dhe nuk e kthen kokën pas për 2 fëmijët e tij të vegjël dhe kjo nën është detyruar që njërin prej tyre ta dorëzojë në jetimore. Për shkak të dhimbjes, për shkak të emocioneve, kjo 28 vjeçare sot ndodhet në studion time, por imazhi i saj do të jetë i mbuluar dhe është e kuptueshme pse ajo nuk do të dali me imazh zbuluar dhe për të qenë publik për të gjithë ju që po na ndiqni këtë momente. Unë do t'i vendos një emër të falc, autorem, për të qenë më e lehtë intervista me saj dhe me, dhe do ta quaj Mira. E dashur Mira, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, unë jam Mira. Unë jam prekur shumë nga historia juaj, përpara se ne të hynim në këtë studio, ju së bashku edhe me gazetaren time Klaudia, ajo që e ka marrë rastin denoncimit tuaj, kemi qëndruar disa minuta në zyrë dhe kemi folur gjëre gjatë për historinë tuaj, një histori e dhimbshme, ku ti ishe në mëdyshje, le ta themi këtë gjë dhe të jemi transparent, në mëdyshje për të hyrë në studio ose jo. Kishe frikë të hyje në studio, pse? Se mos paragjykohesh nga njerëzit. Paragjykimi jo shumë, po thjesht, domethënë nuk dua konflikte akoma më shumë me ish njerëzit e burrit. Frika jote më e madhe është që mos të kesh më konflikte me ata njerëz të cilët edhe të denoncuan, të braktisën, të denoncuan dhe gjykata vendosi për ju një masë e rëndë realisht. Ju aktualisht u dënuan nga gjykata? 4 muaj e 15 ditë burg. 4 muaj dhe 15 ditë burg që u konvertua? Me detyrim paraqitje. Me detyrim paraqitje. Dhe aktualisht, në momentin që ne flasim, ti je me detyrim paraqitje apo ka mbaruar? Jo, akoma s'ka mbaruar. Je me detyrim paraqitje. E dashur Mira, do na i rrëfesh të gjithë këtë histori, sepse e besoj që zemra juaj është e plagosur, je vetme dhe je larg fëmijëve. Je detyruar që të voglin tënd ta dorëzosh një jetimore. Po, e kam çuar tek Zybera Lulli, për arsye sepse po bëj 2 muaj. 2 muaj që i ke lënë të Zybera Lulli. Po, për arsye sepse plus ekonomia, po edhe jati nuk përgjigje, domethënë ka 5 vjet, 6 vjet, domethënë nuk përgjigjet fare. I kam kërkuar prokura, nuk jep prokura as pension ushqimor, kam vajtur në shtet në polici dhe shteti nuk ka bërë asnjë gjë. Nuk të kanë ndihmuar. Thjesht kam vajtur edhe i kam thënë pse unë duhet të dënohem. Edhe unë për emigrim kam ikur, i kam lënë tek vjera, nuk i kam lënë në rrugë, po e kam lënë në shtëpi, edhe është bërë kallëzimi 2 herë ndaj meje. Po, fillimisht më lejo të jap një material që gazetare ime Klaudia ka përgatitur për jetën tuaj, për historinë tuaj të dhimbshme, për ta prezantuar edhe te publiku i Pa Gjurmit dhe më pas rikthehemi për të dëgjuar rrëfimin e kësaj 28 vjeçare nga Elbasani, ku ditën e sotme unë në emër të një nëne, jam vetë nën, do bëj të pamundurën për të telefonuar ish partnerin e saj, i cili aktualisht ndodhet në Gjermani. Unë uroj dhe shpresoj që ai të njoftohet, ta hapi televizorin dhe të na ndjeki dhe të na telefonoj, por nëse ai nuk do ta bëj këtë gjë derisa ne të jemi për 60 minuta në transmetim, padyshim që do të tentoj unë në fund programit për ta marrë atë zotëri sot live në studio, por ndjeki materialin dhe rikthehemi. Mira, një 28 vjeçare nga Elbasani, nënë e 2 fëmijëve të mitur, ka vendosur të thyejë heshtjen duke rrëfyer në emisionin Pa Gjurmë vuajtjet e saj përballë një martese të dështuar dhe dhunës sistematike që ka përjetuar për 5 vite me radhë. Mira tregon se u martua me mblesëri në vitin 2015 me Lirim në Gjipin, 35 vjeç, 2 vitet e para dukeshin të qeta, derisa në jetë erdhi djali i parë, që nga ai moment jeta e saj nisi të përplasej me një realitet krejt tjetër. Ajo rrëfen se shpesh herë është dhunuar edhe në prani të fëmijëve.
Në korrik të vitit 2021, 28 vjeçarja vendosi t'i jap fund kësaj martese, duke kërkuar divorcin, por as ky vendim nuk erdhi pa pasoja. Lirimi mori valixhe dhe u largua përfundimisht nga banesa, duke braktisur 2 djemtë e mitur, aso kohe 4 dhe 5 vjeç. E vetme dhe pa përkrahje, Esmeralda, djalin e madh i Lavierës, me shpresën se të paktën ai do të kishte një stre mbi kokë, ndërsa djalin e vogël, vetëm 2 muaj më parë, u detyrua ta dorëzonte në jetimore, pasi nuk kishte asnjë mundësi ta ushqente dhe ta mbante afër. Sot ajo jeton mes vuajtjes dhe ankthit, duke kërkuar ndihmë, ndërsa 2 djemtë e saj rriten larg njëri tjetrit, pa dashurinë dhe për kujdesjen e 2 prindërve. Kjo është historia e 28 vjeçares e cila mes dhimbjeve dhe vuajtjeve që ka kaluar në jetën e saj ka vendosur për ta rrëfyer këtë histori në studion e emisionit Pa Gjurmë me shpresën që zëri i saj do dëgjohet sot nga ekrani i Report TV. E dashur Mira, dua të të pyes jo për jetën që ke bërë me atë zotëri, sepse më the kam kaq shumë plag sa nuk dua të lëndohem dhe të mi rikujtosh. Por do kap momentin kur ti u ndave prej tij. Para sa vitesh ka ndodhur ndarja? Me Seda 6 vite. Po. Nuk ka qenë një ndarje e lehtë? Jo. Mes dhunës. Domethënë, s'ka qenë fare e lehtë, domethënë dhuna ishte kryesore që unë ndava, domethënë, por nuk ka qenë e lehtë për mua arsyeja se mbas ndarjes, domethënë, që unë kam vuajtur me të 2 fëmijët. Besoj që ju e keni kërkuar divorcin. Po. Unë e kam marrë, domethënë, iniciativën për ta shu sepse ai nuk donte të ndahesh. Të ndaheshit. Pra, ti more vendimin dhe vendose të largoheshe nga shtëpia e bashkëshortit tënd, ish bashkëshortit tënd. Ishte me qera, jetoni me qera. Ishte ai që u largua apo ikët ju? Në fillim ka ikur ai, se përzur, ndodhi dhuna e fundit, e përzura në shtëpia, iku, vajti tek ajo me vet, pastaj nga aty iku në Gjermani. Në divorcin unë kam bërë, domethënë vetëm, pa prezencën e atit. Ai nuk është paraqitur asnjëherë në gjykatë Jo. për divorcin. Dhe gjykata ta dha divorcin. Po, e mora divorcin dhe më la në kujdesari të 2 fëmijët. Dhe atit i la detyrim për pensionin ushqimor, që ai deri më sot s'ka dhënë as 1 cent. Për fëmijët Po. që ju keni sjellë në jetë. E dashur Mira, ai të ka dhunuar, sigurisht, dhe ky është shkaku dhe i divorcit, Po. por njerëzit e tij asnjëherë nuk ka qenë në krahun tënd, sepse unë u preka kur ti më tregove që vjerra më denoncoi në polici për braktisje. Ajo duke ditur që kishte rritur një djalë dhunues dhe dhunonte nënën e fëmijëve të tij, ajo asnjëherë nuk ka qenë mbështetja jote? Po përderisa djali është atje nuk është, domethënë 50 me 50 ka qenë, domethënë sepse edhe ajo nuk është se ka mirë, domethënë këtë ndarje dhe të ndajnë fëmijët. Po dhe në një anë edhe ajo nuk ka që të bëj. Edhe që e ka bërë domethënë nerva e sipëra, nuk e di se si ka vajtur që e ka bërë denoncimin, se të mbash 2 fëmijë nuk është e lehtë, se sot është 73 vjeçe. Dhe ajo nuk e ka të lehtë, ama nuk duhet ta bënte. Por pas ndarjes, kur ti e dëbove partnerit tënd nga shtëpia për shkak të dhunës dhe ai u largua, ti qëndrove vetëm me 2 fëmijët? Jo, domethënë fillim fare po, pastaj të madhin ma mori zhjera. Pra, le të themi ti së bashku me vjerën, fillove të kujdeseshe për fëmijët. Po. Djali i madh kujdesej Jetonte vjera, gjyshja, po, ti kujdeseshe unë për të voglin. Ishit larg me qytete nga njëri tjetri, domethënë, Po, ti jetoje në një qytet tjetër me djalin e vogël, kurse ajo në qytet tjetër. në një qytet tjetër. Çfarë ndodhi më pas e dashur? I kam lënë një prokur, domethënë për djalin e madh dhe për të voglin nuk i pata lënë prokur. Se e mbaje ti në Po, ato se kohë? mbaja unë. Situatat, domethënë, jeta u vështirësu akoma më shumë, sa mua më detyroi, domethënë, ekonomia, borxhet gjitha, që unë të merrja rrugën e emigrimit. Për një jetë më të mirë për fëmijët. E morë djalin në 2023 djalin e vogël, e çoj te vjera, dhe nuk i them që unë po iki. Sepse e di që nuk do ma mbante. Ja kam lënë në shtëpi, nuk e kam lënë në rrugë, po e kam lënë në shtëpi, edhe kam ikur. Në momentin që unë kam ikur jashtë, kam emigruar jashtë, ajo ka vajtur në polici dhe ka denoncuar për braktisje fëmijësh.
domethënë për të voglin, se të madhin e kishe me prokur. Në ato kohë, domethënë, në bazë denoncimit më vjen domethënë fletëthirrja që duhet paraqitem në gjyq në 2024. Vini 2024 e marr djalin e vogël, e regjistroj në shkollë, në kopësht, në after school, domethënë me sa kisha mundësi. Më dënuan, pasaj më u bë ky gjyqi dhe më dënuan 4 muaj 15 ditë burg. Domethënë nga braktisja e 2023-shit, që ishte berë. Kallëzimi dhe u detyrova ato lekë që punova, pagova avokat dhe ma kanë lënë 6 muaj detyrim paraqitje. Domethënë nga 4 muaj 15 ditë, mua më lanë 6 muaj detyrim paraqitje. E qartë. Përveç këtij kallëzimi që unë, domethënë po e kryej si dënim, me shërbim prove, kam plus e prap një kallëzim të dytë, po për braktisje fëmijësh. Pse? Për herë të dytë se mirë hera e parë na sqarove që Ika për herë të dytë tani në fund të dhjetorit të 2024-s, edhe u ktheva në 15 maj. Dhe ku e le djalin? E lash po prap të Vjera. Domethënë dhe këtë radhë unë i lash me prokur të 2 fëmijët sepse ish bashorti do t'i merrte të dy në Gjermani. Edhe unë kam bërë 2 prokura, një prokur që unë ja lë Vjerës në kujdestari të 2 fëmijët dhe të kujdeset, domethënë, jo kujdestarin e plot, thjesht të kujdeset. Që të jemi dhe transparente dashur Mira. Momenti i parë kur ti ike për herë të parë në Greqi, e kuptoj situatën, një nën që ngelet pa para, ajo punë që bën, sjell pak të ardhura që nuk mundesh do të pagosh qera, drita, ujë, e kuptoj situatën tënde që e detyruar ta lësh fëmijën tek Vjera dhe të ikësh në Greqi për të punuar. Por pse nuk e gjetë guximin që t'ja thoshe ish Vjerës tënde që unë kam këtë lloj problemi dhe më duhet të punoj? E dija shumë mirë që nuk do ta mbante, prandaj ika pa i thënë gjë. Domethënë ja lash, ja çova për vitëri dhe ja lash atje dhe ika. Por unë jam e sigurt që ajo përpara se të bënte denoncimin, të ka telefonuar, të ka pyetur që ku je dhe kur do vish ta marrësh djalin. Ti i tregove më pas të vërtetën që jam në Greqi? Ishte vajtur, pastaj më mbrapa më mori, kishte vajtur në atë, kishte bërë denoncimin, pastaj më merr. Dhe çfarë? Edhe unë kur më mori, domethënë herën e parë i kam thënë që kam ikur për punuar. Kur ta shikoj, domethënë që unë do bëj diçka, do kthehem, nuk kurse do rigjatë këtej. Dhe çfarë ju tha Vjera? Ajo i kishte bërë denoncimin, nuk e troqi mbrapsh, ju luta ta trishte mbrapsh, sepse muj për muj unë i dërgoja që nga ndi. I kam dërguar nga 350 euro, për fëmijët. 200, varet, domethënë sa ka pas muzika kam dërguar. Vetë në emrin tim jo, po ja kam dërguar me persona të tjerë, sepse unë isha pa dokumenta. Punoje në të zezë, e qartë, e kuptoj në mënyrë ilegale në shtetin grek. Por ajo nuk e troqi denoncimin dhe sigurisht që gjykata të dënoi me 4 muaj e pak ditë burg, ku më pas u konvertua në detyrim paraqitje. Prove. E dashur Mira, kur ti u ktheve nga Greqia dhe shkove për ta marrë djalin, sigurisht, pate konflikt me Vjerën për këtë çështje? S'kisha konflikte fare, e mora djalin, domethënë, i takova në fillim fare, dolëm në një restorant, u kthyem, e mora djalin me gjithë. Nuk e diskutuat pjesën e kallëzimit dhe dënimin që ti more? Ja, pa ta thënë, ja vura në djenit që pse bëre, pse... Po se ti ike dhe nuk më the, po të thoja i thashun nuk... E dje që s'do më mbaje, se ishe shumë e sigur që nuk do ta mbante. E prandaj e lash në atë mënyrë dhe ika. Edhe tani, herën e dytë që unë ika, ajo e dinte. Sepse unë i lash një prokur... Kjo më bën habi dhe mua. Duke ditur që Vjera herën e parë të denoncoi, ti e ke përsëritur të njëjtën veprim për herë të dytë? Po, herën e dytë unë kam lënë prokur Vjerës që ja kam hedhur të 2 fëmijët në kujdestari. Dhe ajo pranoi. Ti deklarove të vërtetën për herë të dytë që do ikin në Greqi të punoj sërish siç bëre herën e parë, dhe fëmijët i mbante ajo. Po, ja dhash me prokur të 2, i kam dhënë dhe prokur që ajo të kaloj kufirin jashtë me të 2 fëmijët që ti çonte tek Jati. Po, fëmijët se kishe regjistruar, siç thoshte ai, kam regjistruar në shkollë këto te ande, domethënë edhe se ishte pa dokumenta, nuk e di se si kishe bërë ato gjyqet atje. Unë për të mirën e fëmijëve ja dhash, domethënë Vjerës prokurën, edhe i lash në kujdestari që Vjera mos kishte problem t'i çonte dhe se nëse ajo do t'i çonte në këtë datë, për shembull në 20 azem, ajo duhet t'i kthente prapë mbrapsh fëmijët. Për të mos u kthy fëmijët mbrapsh, për një jetë më të mirë atje, unë ja lash të 2 në kujdestari kësaj, që mos kishte probleme me kthimin poshtë. Por pse ajo të denoncoi për herë të dytë kur
Ju e pas keni sqaruar Po. në bisedë dhe qëllimi i një nëne dhe një gjyshe për të mirën e fëmijëve. Sepse ata nuk kanë, domethënë, bazament ku të kapesh tek ata. Çfarë thon tani nuk thon më vonë, unë prandaj bëra prokurat. Plus tani na dolë, domethënë problemi ka dalë te noterja që nuk ka firmosur vjera. Është bërë prokura, por kanë firmosur vetëm unë. Tani duhet firmosë edhe vjera. Noterja thotë që nuk ka lidhje të firmosë vjera sepse ja ke lënë ti kujdesarin, domethënë për të kujdes për 2 fëmijët, se kujdesarin ligjore e kam unë. Po pra, e dashumira, Ti ke kujdestarin ligjore, por nëse ti do të largohesh, ju, më falni, doni të largoheni, të shkoni diku, dhe ti bëni prokur që këta 2 fëmijët e mi, unë do t'ja lë dikujt, kjo nuk do të thotë që ai person pranon. Pra, ti jemi edhe korekt me anën ligjore. Ti ke bërë një prokur, por ajo se ka pranuar atë prokur. Ajo e ka pranuar, por nuk e di pse nuk është firmosur. Noterja ka shprehur që nuk duhet të firmos, nuk ka pse të firmosi sepse është karta e vjerës. Domethënë, ajo ka qenë prezente vetëm me kartë identiteti. Ka qenë prezente tek noterja. Por si e justifikoi vjera juaj këtë gjë? Tani unë këto prokura, unë kur u rika i kalova në dogan. Në doganën shqiptare dhe më ka kaluar, nuk më sollën probleme. Domethënë tregova sepse në sistem mua më dilte për braktisjen e parë. I pa këto prokura dhe më kaloi pa problem. Sepse unë kisha lënë prokur mbrapa, kur i ka herë në dytë. Jo, po të pyes si e justifikoi vjera faktin që të denoncoj për herë të dytë për braktisje, është shumë e rëndë. Dhe sinqerisht të mendosh që 2 fëmijë. Nuk e di se policia e Fieri, domethënë, nuk e ka marrë për fare për bazë prokurën. Ti jeni një proces gjyqësor sërish me vjerën tënde? Po, akoma nuk na ka dalë, domethënë ajo, domethënë fletëthirrja, nuk na kanë thirrë akoma. A e ke takuar ti vjerën, flasim kohët e fundit pas denoncimit të dytë? Po, e kam takuar, për shkak të djalit e kam takuar. Dhe çfarë ju ka komunikuar? Ajo shpreh që unë do ta treq mbrapsh. Po me fjalë asnjëherë nuk besoj. Nëse do dali, domethënë gjyqi i dytë, do ta treq mbrapsh, thotë. Tani unë nuk e di. Ajo nuk besoj të rriqet sepse unë kam pyet shumë, kam kap shumë persona që merren me këtë ligjin dhe nuk kthehet mbrapsh. Duhet të ishte kthyer që në 3 mujoshin e parë që ka bërë denoncimin. Domethënë 3 javë. E dashumira, por çfarë ndodhi më pas me jetën tuaj dhe pse ti u detyrove që djalin e vogël që je denoncuar 2 herë për braktisje, ti nuk ja le më vjerrës, sepse ajo vetëm të denonconte dhe ti u detyrove ta lieni jetimore, do na i tregosh vetëm pas. Jemi sërish bashkë live dashumish, me mua në studio është një 28 vjeçare, nëna e 2 fëmijëve të mitur, e cila po tregon historinë e dhimbshme të jetës së saj, martesën dhe divorcit dhe kushtet e vështira ekonomike që e detyruan këtë nënë të emigronte dhe fëmijën ta linte në jetimore. E dashumira, na tregove në pjesën e parë që 2 herë që u detyrove të nisesh drejt Greqisë për të punuar, djalin ja le vjerrës, ajo të denoncoi në polici për braktisje, u dënove herën e parë dhe tani pret që çështja të kaloj në gjykatë dhe të presësh një vendim të dytë dhe pse vjera ka premtuar që do ta treqi këtë denoncim, por pse e bëri, nëse ajo do ta trishte. S'ka logjik e gjitha kjo. Por dua të pyes, por babai i fëmijëve, gjatë gjithë kësaj kohe që fëmijët, se më dhimbsen ata 2 fëmijë, të cilët rriten dhe pa baba, por për shkak të ekonomisë që ti të detyrohet të shkosh jashtë, të punosh, rriten dhe pa nën. Ai baba asnjëherë nuk është interesuar qoftë për të paguar diçka? Fare. Edhe të madhit që është e vjera nuk dërgon. Edhe tani që filloi shkolla, domethënë, nuk kishte, më mori djalin në telefon dhe nuk kishte me çfarë vendet në shkollë. Jam detyruar unë me aq sa mundësi kam, ja kam nisur nga këtu në Fier. Por ai vetëm që nuk ka kontribuar për ata fëmijë që në momentin që vinin ndar, por flet me fëmijët pak në vron dashuri? Fare. Edhe me të madhin nuk flet fare, që është atje. Me të voglin jo, po as me të madhin. Është e dhimbshme, por fëmijët? Fëmijët se duan fare. Nuk e duan? Jo. Nuk e njohin si baba? E njohin, po nuk e duan. Sepse i shikojnë, domethënë, i kuptojnë situatat. Se janë në një moshë që i kuptojnë gjërat. Sidomos i madhi njerë është më i madh. Të ka pyetur djali i madh që pse nuk jetojmë bashkë, pse nuk vjen të jetosh me mua? Jo, djali i madh faktikisht është rritur andej dhe ka marrë atë hijen atyre. Nuk do fare, domethënë, të vi të jetoj me mua, sepse është rritur atje që i vogël. Është lidhur shumë me gjyshen.
Marrëdhënia jote me djalin e madh është e ngushtë? Po mirë, domethënë, nuk është se takoj, sa herë mundem që vete e takoj, domethënë. E shikoj si financiarisht, si domethënë. E kuptoj. Por vlla i vogël takohet, domethënë dy vëllezërit takojnë me njëri tjetrin? Jo. Tani domethënë që e ka marrë të voglin nuk është se janë takuar shpesh. E kërkojnë njëri tjetrin? Në telefoni kam lidhur tani që kam qenë në takime tek shtëpia. Dhe sigurisht e kërkojnë njëri tjetrin. Fati Normalisht. tyre që donte të ndaheshin kështu dhe është një fatkeqësi për ata dy fëmijë të vegjël që rriten pa nënën, pa babain dhe pa pranimin e njëri Unë tjetrit. bitem këtu, domethënë se unë kam 4 vite që unë bret në për institucione vetë, domethënë nuk kam lënë institucion, nuk kam lënë shtet, nuk kam lënë polici pa kapur, domethënë pa u ankuar edhe nuk bëjnë dot asnjë gjë, nuk e di pse. Tani unë vërtet i lash për arsye ekonomike, sepse po su përgjigji ati normal edhe unë, po su përgjigja edhe unë për ata, i bie me çfarë do jetojnë. Edhe u detyrova që ika, domethënë, i mora 2 kallëzime. Tani shteti që e ka vetëm për mua, që më denonson, ose më bën kallëzime, për shembull, tani për tjati nuk është ngritur fare shteti, vete ati dhe ankohen për lirimin e xhipin, dhe më thonë që ka ikur për arsye emigrimi, nuk kam çfarë t'i bëj. Pra, le të themi që ti ke bërë një denoncim që babai ka braktisur fëmijët, Po nuk më është pranuar. po pse nuk të është pranuar? Sepse i e drejtuar Sepse ka ndonjëherë. ikur për arsye emigrimi, më thot shteti, domethënë policor. Po kjo nuk është arsye. Shumë që ka ikur Shumë për kam arsye thënë. emigrimi, do të thotë që ai punon, por ti ke një vendim gjykate, e dashur mira, që gjykata kujdestarinë e 2 fëmijëve ua ka lënë ju, ndërsa babait i ka lënë të drejtat e takimit që ai nuk i takon kam fëmijët mësuar dhe edhe një detyrim ushqimor që ai duhet të pagojë. Që ai Ti, s'ka paguar. përpara se djalin e madh, fjali e vjerrës dhe djalin e vogël ta çojë në jetimore, pra momenti kur ti i mbaje fëmijët e tu, ju drejtove ndonjëherë zyrës përmbarimore që Po, kam të quar- vendim gjykate e kam nuk quar- zbatohet? E kam quar edhe me avokat, ja kam bërë me shkrim, e kam quar dhe nuk më kanë këtë përgjigje për një muaj, pastaj majnës një muaj e kam marrë në telefon zyrën e përmbarimores, se nuk e gjija veja dhe nuk e gjija atje, detyrova Po. e mora në telefon, dhe më tha mua ty s'ta takon asnjë lek nga IATI. Ku është arsyeja, i thash unë? Sepse tha fëmijët nuk i ke ti, tha një e ke çuar një jetimore dhe një e ka vjera. Po mirë thash unë me dokumente e kam unë fëmijët. Unë nga që nuk nga e papasmi e kam çuar atij, i thash unë. Të voglin dhe të madhin e kam lënë asaj, se po të kisha nuk i çoje, nuk i ndaja fëmijët tash. Nëse babai do t'jepte kontributin, e qartë. Po. Dhe ti do punoje dhe padyshim që mund Edhe t'ia mua dilje më ka thënë- kur rritjen e tyre 2 fëmijëve. Po, mua më ka thënë që nuk të takon, sepse fëmijët i ke të ndarë. Nuk të takon që ne ti marrim, domethënë pension ushqimor. Babait, në këto kushte që je, po flasim në kushtet në cilat ti i kishe fëmijët, Po. dhe ai nuk ka dërguar asnjëherë para dhe ky ishte tani që shkaku si që kam, do ty të thotë, detyroi nuk takon. ti ndaje fëmijët. Por dua të pyes, ngele vetme me djalin. E kuptoj që babai nuk të ndihmoi asnjëherë babai i fëmijëve. Ti vete more guximin të flisje me të dhe të diskutoje për të mirën e Shumë fëmijëve. herë, i kam shkruar mesazhe, jam lutur që të më japi prokur. Nuk po dua asnjë lek, vetëm thjesht prokur. Dhe Se unë të lëviz, domethënë të japi liri për fëmijët, të 2 fëmijët, dhe nuk e jep. Nuk të jap asnjë prokur, nuk të jap. Bëj çfarë duash me ta. Domethënë këtë mendim ka. Por kur more vendimin që djalin e vogël do ta dorëzoje në jetimore tek Zyberallulli, ja the babait? Po, kam bërë një mbledhje GTN në bashki. Jo, flas me ish partnerin. Po, kam bërë një mbledhje tek GTN-ja e bashkisë, Po, në qendër të Bashkia e Madhe, e kam bërë mbledhjen, e kam parë, domethënë, i kanë mbledhur ato provat e gjitha, që unë nuk kam të ardhur, s'kam shtëpi, s'kam kurrë ku jetoj, domethënë, e kuptoj dhe u bë miratimi që fëmijat kalojnë në jetimore. Por dua të pyes, babai i djalit që jeton në Gjermani, si e ka emrin dhe një herë? Lirim në xhipi. Ti e njoftove që unë do bëj procedurat që fëmijën ta lënë në jetimore se nuk kam para? Unë e kam bërë dhe ai ka thënë bëj çfarë të duash. Plus e ka marrë dhe e ka marrë dhe ajo, domethënë, punojësja e bashkisë. Dhe siç më tha, ajo i kishte thënë kësaj që nuk, domethënë, nuk dua ta çoj atij se do t'i marr vetë 2 fëmijët. Po ata do të hanë sot, i thash unë kësaj. I thash unë,
Nuk do, tha mua ajo e bashkisë që ta çoj djalin atje. Po kur nuk do ti, thashun si punoj, se ti për mbrojtjen e këtij fëmije, nuk i the, thashun, po ti ke kaq vite, si nuk do për shembull ta çosh. Okej, nuk do, hajde zgjidh, domethënë problemet këtu, mos i lë fëmijët rrugëve. Kaq më tha dhe unë e mbylla. Domethënë nuk e zgjati domethënë më shumë. Pastaj kam bërë mbledhjen në bashki, e kam çuar vetë për të çuar, sepse nuk mundesha, sa filloja një punë e lija. Për arsye se unë e kyçja brenda në shtëpi, unë punoja në Xhezë, kisha punën domethënë bazdite, në ora 5 deri në 10. Ai nuk rinte, qante. Më thynte xhamat e shtëpisë. Një fëmijë vetëm mbyllur, çfarë do bëj tër ditën, tër mbasditën për shembull. E çoja në shkollë shtetërore, pastaj nga aty detyra zbënte, nuk ashtu se nuk kisha domethënë e gatshme për atë, se o do punoja, do paguaja qiraje, do ushqeshim, ose do rria mbas djalit. U detyrova, e pagova një after school, e paguja vetë, se bashkia nuk ma dha, nuk e paguajmë dot, më thoshe, nuk ta japim dot, as bonus qiraje për një kartel papunësie që unë kërkoja tek zyra e papunësisë. Nuk të japin dot kartel papunësie, sepse jenë moshë që punon. Pra, po më gjeni një punë. Po, por nuk e Ti fitoj. e gatshme të punosh, pa dyshim je një vajzë e re. Pa kartel papunësie, unë nuk I drejtuar përfitoja as asaj punës zyre që je pa punë për të gjetur një punë dhe në momentin që ty do të gjendej puna, pa dyshim që bashkia mund të ishte të gjitha ato ndihma që të kishe dhënë. Por në momentin që ti ishe pa punë dhe vazhdon të jesh pa punë sot, edhe pse fëmia është një jetimore, bashkia e kishte për detyrim të pagonte një bonus qiraje, nuk ma dhanë. pagonte pikërisht after schoolin e fëmijës. Dhe derisa të gjente një punë, dhe në momentin që ti do gjeje një punë, sigurisht që me koto plot apo me koto pjesshme për shkak se fëmia është i vogël, bashkia do vendoste që ti ishte një pjesë të bonusit që mund të kishte dhënë. Por të të lënë mes katë rrugëve, dhe pse ti ke bërë kërkesën dhe zgjidhja e vetme e bashkisë, se sinqerisht më vjen shumë keq për shërbimin social të bashkisë, që zgjidhjen më të thjeshtë, këtë nën le ta lëmë aty në rrugë, po ja marrim këtë fëmijë ta çojmë në jetimore dhe ta ndajmë nga nëna. Kjo është zgjidhja. Kështu thoshte që nuk kam zgjidhje, nuk kam çfarë të bëj. Unë rri aty qaja me gjithë djalin e bashkia, sa i thash që unë do marrë helm, do elmojmë vetën. Deri këtu ka arritur sa unë të elmoj vetën, se nuk di ku të jam baj, ku të vete. Domethënë, kam 4 vite që unë torturohem në rrugë. Edhe s'ka marrë, domethënë, asnjë zgjidhje, derisa bëra çmos për ta çuar aty. E di që nuk është mirë, po halli problemi tani të bën. E dashur, pavarësisht se unë e takoj. Unë nuk të gjykoj dhe besoj që dhe ata që po na ndjekin nuk të gjykojnë dhe të paragjykojnë. Më mirë një fëmijë i sigurt në jetimore, ku ka një edukatore që kujdeset, ka ushqimin, ka studimin. Se sa të rinë të mbyllur kyçur brenda, sepse policia e shtetit e ka parë shumë mirë ku ka qenë djali mbyllur. E kanë ardhur, unë kam qenë punoja në dhe jeta e ti do ishte në rrezik me ju. Nëse ti do ishe në punë dhe do ta kyçe djalin në shtëpi, është e rrezikshme jeta e një fëmije të mitur. Policia e shtetit ka ardhur, ka gjetur mbyllur. Dhe asnjë veprim nuk ka bërë. Më ka thënë pse ke lënë brenda mbyllur, se kishin lajmëruar komshit. I kam thënë ku ta çoj, me vetëm nuk e marr dot, sepse unë duhet të punoj. Jam e divorcuar, jati s'përgjigjet, ka kaq vite, unë jam me skatër, nëse unë nuk punoj, ai s'ka ku të haj. Qiraja të paguar, ndihmë gjë s'kisha, edhe jam e detyruar që ta lije brenda. S'kan marr asnjë mas. Si ka qenë momenti kur undave me djalin? Besoj kanë qenë një nga momentet më të vështira. Vështirë ishte, po nuk... Si thonë asaj, jetojmë gjallë bashkëndeti, themi në një shprehje, domethënë nuk... Si ja shpjegove që ai do kishte një Ai nuk tjetër... është, domethënë, ai është një fëmijë që e vuam për brenda, si puna ime, domethënë i mban lotët edhe shpret kur është vetëm. Edhe është tip i mbyllur, nuk shprehet, domethënë, të shprehet me fjalë, ama ai e vuan aty ku është. Domethënë e kuptoj shumë mirë që ai e vuan, por në një anë them e kam mirë aty, për momentin se është, domethënë në kujdesin e shumë personave, se sa të ri brenda mbyllur. Kur shkon e takon, të kërkon që të flesh dhe ti aty ose ai të vi me ty? Nuk është se më kërkon për të ardhur, domethënë, sepse ai e di se ku ka jetuar, e di që ka qenë i mbyllur, edhe aty ka shumë aktivitete. Edhe nuk është se normal që ka dëshirë, po nuk është se kërkon me ngulm, që do vi ose nuk ri këtu.
është tipi fëmijës, domethënë, që nuk është se ngul kem. Por vllai i madh, e di që vllai tjetër ndodhet një jetimore, Po e di. e ka shprehur dëshirën për të takuar. Nuk ka ardhur për të takuar, po e di. Më ka thënë ike merë, mos e lër atje. Por ja kam shpjeguar edhe të madhit. Paka shumë ai e kupton situatën, e din. Por Vjera si reagoi, ish Vjera si reagoi kur Tham 2 muaj nuk janë interesu fare. Domethënë se ka vajtur ose të vinë që ta marrin, ta heqin që aty nuk fare. Dashur Mira, ti më thej që ish bashkëshorti jeton në Gjermani dhe ti e ke telefonuar, pra ai të ka bllokuar nga të gjitha, le të themi, kontaktet, rrjetet sociale, ku ke pasur kontakte, ai të ka bllokuar dhe ti nuk ke më komunikim me të. Ka bllokuar që momentin kur ai i kërkova prokurën. Megjithatë, prap prokurën nuk e dha, lek jo, i kërkova një shans tjetër për djalin e madh, që ta merrte ai mbi vete, sepse nuk fiton djali as bursë as gjë, sepse unë jam me letra në qytet tjetër, ai është në qytet tjetër. Dhe ai prapë refuzoi. Po ta marrë ai mbi vete djalin e madh, djali përfiton bursën e shkollës. Domethënë ka lekë veta. Unë atë bursë nuk e lidh dot, sepse me dokumenta e kam unë, pavarësisht se shkollën e bën atje. Kuptoj. Edhe i kam thënë, më nis një prokuror me noter aty ku jeton, të kapësh një avokat në Fier, ta hapësh gjyqin në Fier. Nuk e mundësi me i pagu, do t'i paguj unë, ama djalin mos e lër pa shkollë, sepse do lekë që ai të shkojnë në shkollë. Nuk do, jo ti më mashtron, thot, jo ti kush e di çfarë do më bësh me noterët, se ai do lekë t'ja çosh lekët në dorë, po unë lekë në dorë ati nuk jap, se 2 herë u dogja, që bëra pasaportat e kalamajve, edhe nuk i mori. Edhe u detyrova gjitha vetë noter, fola, domethënë të shqiptarët në Hamburg, nuk vajti, më bëri blok edhe... Sa kohë u bë që nuk flet? Po, 1 muaj. 1 muaj. Pra ti ke 1 muaj që nuk ke asnjë lloj kontakti, por sigurisht që numrin e ti e ke. Për të qenë transparente, unë ditën e sotme do ta marr zotrin, Lirimin, Lirim Nexhipi, gjithë me shpresën që do më përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Dhe me shpresën... Nuk ekziston. Ju lutem. Na i ke dhënë saktë numrin? Unë vetëm orës në të dhash me kështu. Gjithsesi, e ke telefonin tënd aty afër? Të na ndihmoj dikush pikërisht për të verifikuar numrin, jemi në këtë transmetim live, ndërkohë unë do afrohem pranë teje, regjia të na ndihmoj edhe me fotot e 2 fëmijëve të mitur, të cilët fatkeqësisht fati deshi që të ndaheshin nga njëri tjetri. Djali i madh jeton me gjyshen pas divorcit të prindërve, ndërsa djali i vogël, i cili kujdestaria e tij ishte nga nëna, Mira, u detyrua, po mund ta shkruash tu numrin se pas kam unë gabim numrin. Po, mund ma shkruash numrin ose direkt e dashur, formojmë numrin që unë t'i bie ati numër. Po, unë i bëj thirrje në këtë moment e bashkisë të qytetit të Tiranës, aty ku ndodhet edhe pasaportizimi i Mirës, nëse janë duke na ndjekur, të marrin përsipër historinë e kësaj nëne për të na ndihmuar. Është e rëndësishme që kjo nën të jetë e sigurt, jo vetëm të jetë e sigurt, po të bashkohet sa më shpejt me fëmijët e saj. Historia e sotme ishte një histori e dhimbshme, jemi prekur të gjithë, ndaj ditën e sotme unë po bëj thirrje me shpresën për ta ndihmuar Mirën, që ajo të bashkohet sa më shpejt me 2 të vegjlit e saj dhe mos ndahet kurrë. Ndërkohë numrin e kam të saktë në këto momente dhe zilja po bie me shpresën që ai do më hapi. Uroj që mos më bllokoj dhe mua zoti Lirim. Urdhë. Përshëndetje. Urdhë. Me zotin Lirim flas? Po, unë jam, po. Zoti Lirim, unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë në Report TV nga Tirana. Po. Në fakt, ditën e sotme në studion time po trajtojmë historinë e 2 fëmijëve të tu, të mitur, ku fatkeqësisht për shkak të nënës dhe babait janë ndarë nga njëri tjetri. Po. Ju keni informacion që djali i vogël ka përfunduar një jetimore. Shko Lirimi, Gjovdan të di. Unë me ish grua ime kime bërë të një pajisor për e grua me një kontrat në Gjermania, të nga Luneburgu. Po? Për kur posashime, ajo për kur nuk se në bapshme, ke pasysh? Nuk ka lidhje prokura, të lutem, Lirim, sa ko keni që nuk i takoni fëmijët? Që unë kam 5 vjeç që jetojnë në Hamburg, 5 vjeç që jetojnë në Hamburg, ajo ka mashtruar Tiranën.
të më me letra nga gjykata. A ka mashtruar Tiranën. Të unë buri kërë kemë në pajësore ku të ma unë qëndrimi në Hamburg. Të lutem. Mira mund këtë mashtruar Tiranën dhe gjithë njerëzit, po të pyes ty në këto momente. Ke 5 vite që jeton në Gjermani dhe nuk i ke takuar fëmijët. Ke kontribuar ndonjëherë ti si baba për ata fëmijë? Po, e kam kontribuar të nëna ime. Jo si ka jo, nëna ime. Kam punuar Për djalin e madh. Po të dy, pavarësisht se Moritania e çojnë atje jetimore. Djali i vogël ka përfunduar një jetimore sepse në ishnusja juaj nuk ka mundur do ta mbaj për shkak të borxheve që ti i ke lënë. Jo, s'ka borxhe, se ajo ka unë do vi në Shqipëri këto ditë, Lirim, të lutem. Lirim, të lutem. Ti përpara se të divorcoheshe, ke marrë disa kredi me nusen tënde në atë kohë. Dhe ike dhe kredinja ke lënë kësaj nëne, e cila... Po si jo, janë dokumenta të vërtetueshme të cilat ne i kemi parë, por s'dua të hyj kësaj pjese. Dua të bëj një pyetje si nën që jam, që edhe unë kam fëmijë. Nuk të dhim se ta i djali vogël që ka përfunduar një jetimore? Jo, më fëmijë vogël do vinë fjera çuni vogël, do vinë fjera, po ajo e ka bërë të smos Tiranë ajo, e ka mashtruar ajo. Tash në Dorot, Sardisa, ma qëndrimi, fëmijë vinë në Hamburg. Po ti ke 5 vite, nuk i kishe përdot në këto 5 vite të sigurohe fëmijët e tu? E po unë ti zdeta gjolla, unë ti jam azilant. Nuk jam punë të kështu, unë jam azilant. Kumë jam aprenë atë e ma, kam të kaptë më që më aprenë për. Nuk dua të gjykoj dhe të paragjykoj, po kur bëjt fjalë për fëmijët e vegjël, sinqerisht irritohem. Do me thënë, si mundet një baba 5 vite të jetoj në Gjermani, të haj, të pi, të punoj? Jo, kush po këto i ke bërti, se ke 5 vite që s'ka ardhur, sigurisht jo. Jo, kam azilant. Çrën si ka i azilant apo jo? Nuk e kthyer kokën njëherë pas për ata fëmijët e tu që 5 vite janë torturuar? Ai di ti që ai djali vogël ka shkuar nga një derë në një derë dhe kjo nën ka emigruar në mënyrë ilegale për të siguruar bukën e fëmijëve dhe nëna juaj e ka denoncuar për braktisje? Është mashtruese ajo që ke aty Esmeralda, është mashtruese. Po mund të ma tregosh pse është mashtruese? Mashtruese është. Pse është mashtruese? Mund të ma tregosh? Ajo është mashtruese sepse ajo të ka mashtruar. Unë kur i ka Gjermani e lash me shtëpi komplet e lash në fjerë. I thash unë atë, të hap lali 250 euro në muaj, kalamari, të më takon mua, për të dhenë. Po, ta ka vendosur gjykata. Po. Ajo nuk deshë se ajo të gjona, ajo do jetë private në televizit, nuk do të rimbyll në kalamaj. Ore zotri, ajo mund të do jetë private, mund të vazhdoj jetën, mund të gjej një partner, është gocë e re, do vazhdoj jetën, kjo nuk ka asgjë të keqe. Ti zotri, nga vendimi i gjykatës, a e ke zbatuar atë vendim, a e ke paguar detyrimin ushqimor nga momenti që u divorcove? Po i kam paguar në stime. Paguar, sepse unë kam këtu bashortën tënde. Lërë se kjetë mashtruese Esmeralda do të brejtë mashtruese mos ka telefoni, sepse do të flasi edhe Esmeralda. Mirë, jemi sërish bashkë live dashur miq dhe ende në lidhje telefonike kam babajnë e 2 fëmijëve, zotin Lirim Nexhipi, i cili sipas ish bashortes së tij i ka braktisur fëmijët, është larguar dhe ka 5 vite që nuk është kthyer në Shqipëri dhe fatkeqësisht fati atyre fëmijëve, të cilët janë jetim me prindër gjallë, dua ta theksoj, sepse njëri rritet nga gjyshja dhe tjetri ka përfunduar në jetimore. I dashur Lirim, je duke më dëgjuar? Po dëgjoj. Pra, ju po tregoni se ish bashortja ka mashtruar. Por çfarë ka mashtruar? Sepse të gjitha ato që ajo ka thënë deri në këtë moment në studio, ti i pohove. Jo, si mohoj, ajo ti los të novela turke. Ja palma, ajo është novela turke se los ajo. Ish gruaja ime. Por pse ajo luan telenovela turke? Turke është ajo se një natë të sa do të jetë e keqe, e mirë e keqe, fëmija nuk lihet rrugëve. Asnjë nuk lihet. Po një baba sa do një mirë i keqe është, pse le fëmijën rrugëve? Jo, unë fëmijë i lash me shtëpi, jo rrugëve. Po ti ike në Gjermani, i le në shtëpi, i le pa lek, pa gjë. Jo, punishte ajo, ishte rregull, ishte punëtar ajo. Ajo vetëm që i jetë rresaj. As shtëpi s'kishim, se lam 500.000 lekë paguar qeran, iku. Edhe qeran se ke paguar? Gjoli i një tam. Juve keni rënë në Grackë tek ajo. Unë do ju Shqipëri ta marrni vesh. Ne po flasim për historinë e 2 fëmijëve të tu. Ja historinë atë për ajo. Ajo është novela turke. Keni rënë në Grackë. Po novela turke tani të lutem se Tirana është normale. Prekem unë si një gazetare për 2 fëmijët e tu dhe ti flet bilbil sot në të transmetim duke shajë nënën dhe nuk thuaj një fjalë dashurie për fëmijët e tu. Unë nëse mi kam dërguar 100-200 sa kam... Gjali jotë është një jetimore, ku i dërgon ti lekët, zotri? Jo jetimore, Gjali jotë rritet nga shteti, zotri.
Ku po i dërgon ti lekët? Po ja dërgon shtetit? Po ja dërgon jetimores? Jo, në nësime. Po si në nëstonde? Për njërin djalë, për djalin e vogël, a ke marrë ndonjëherë mas? A të ka marrë mallin ndonjëherë më lirim ti takosh fëmijët? Po tani, kur beti i kanë të gjera, të këmija dhe të këqijat. Ty të ka marrë malli? Malli tani do vi orë do vi Shqipëri. I rregulloj vetë gjerat. Se ajo do t'jela gjë lirime dhe ta. Ajo mashtruse. Ajo lësën e vela turke, do jetë private ajo, gjë lirimi këtu. Ajo ka pashtruar Tiranën për atesën time. Zotri, të lutem, ndoshta ish bashkëtia juaj mund të më ketë mashtruar dhe po e quaj të mirë qënë. Por thjesht po ti kërë në grasë më, ti kërë në grasë të ka jo. Të lutem, nuk do të toleroj dhe nuk do të jap kohë televizive një babaj të papërgjeshëm. Një nën që vjen dhe thot, ngela në rrugë dhe çova fëmijën jetimore që ti ishte i sigurt, unë do të besoj një nën dhe jo një baba që ka 5 vite në Gjermani dhe nuk zbaton një vendim gjykate. Por kjo nën duhet të denonconte ty në polici, sepse ti nuk e zbatuar një vendim gjykate, zotri. Gjukatat ka vendosur një detyrim ushqimor. Jo, në fakt, më mirë, largohuni dhe ju nga telefoni dhe është e kohë që unë të vazhdoj këtë bisedë me ju, zotri. Po, anjëre, kështu e dhe una, mos i vje këtë për ma është mashtuse. Këtë që në halë dhe juve. Uroj të kthjellohesh. Rofë, faleminderit, ta bezot i mbarë, imi si të mirë, ta bezot i dritë. Faleminderit. Më vjen keq. Më duhet bëj një tjetër shkëputje në këto momente. Do rikthehemi bashkë në minutat e fundit, pas historia juaj do vazhdoj gjatë në studion ton, ne me kamerën ton do shkojmë dhe do të trokasim derë më derë, me shpresën jo vetëm për të ndihmuar, por për të bashkuar me 2 fëmijët. Mirë, jemi rikthyer në minutat e fundit dashurmiq, ku po sjellim ditën e sotme historinë e dhimbshme e një nëne, një 28 vjeçare nga Elbasani, e cila fatkeqësisht tregoi në këtë studio historinë e dashurisë së saj, martesën dhe divorcin dhe braktisjen nga partneri, e vetme ngeli me 2 fëmijë dhe u detyrua që të ndante 2 të vegjëlit, jo vetëm nga gjiri i saj, por edhe nga njëri tjetri. Djali i madh i Mirës rritet nga gjyshja nga ana e babait, ndërsa djali i vogël pati fatin të dorëzohej në jetimore. E dashur Mira, unë e kuptoj që ti do bësh gjithçka për të siguruar një shtëpi, një punë të mirë para që ta marrësh fëmijën dhe ta kesh pranë vetes. Unë besoj që çdo nënë e do fëmijën të voglin e vet ta ketë pranë vetes dhe ta rrisi vet. Dhe e kuptoj që këtë kohë që ai është një jetimore, ti e vuan çdo ditë më shumë mungesën e tij. Ndërkohë, më the që kam trokitur derë më derë dhe s'më kanë ndihmuar. Jeta jote sot e vetme në Tiranë, fillikat? Po. Unë jetë e vetëm, punoj do më thënë të zezë, ka filluar një punë të zezë, se si që tash nuk punoj do të me sigurime. Ti nuk punon do të me sigurime se ke një kredi, Po. që ja përmonda dhe ish partnerit Një kredi që është e madhë, po janë shumë kredi. Pra, kur keni qenë të martuar, ju keni marrë kredi, disa kredi, a i iku dhe krediti la ty. Ti nuk fillon do të një punë me siguracione, se gjithë parat që të hidhen nga puna, automatikisht i merë banka, dhe kjo është normale. Ti punon në të zezë. Po. A ke një mesazh ditën e sotme për ish partnerin, jam sigur që ai ndoshta nuk ishte duke na ndjekur në transmetim live, telefonata ime erdhi e papritur, por do hyj në kanalin tonë në YouTube pas transmetimit, emisioni jon kalon në kanalin tonë në YouTube në playlistën pa gjurmë tek Report TV dhe ai do hyj do ta shikoj me vëmendje, do e dëgjoj të gjithë intervistën që ne zhvilluam bashkë. Vëmendje ka, ai nuk kthen, domethënë nuk e ka ndarë mendjen. Nuk dëshiron ti thuash asgjë. Qa ti them, unë i kam thënë shumë gjëra deri më sot. Jam lutur, nuk dua asnjë lek nga ai, thjesht më jepte prokur për kalamajt, jepte lirinë atyre, mos ta mbyllte jetën e fëmijëve. Se është babai, duhet përgjigjet për atë që ka të për detyrë. Se unë vetë bëj një denoncim në shteti thotë se kemi çfarë t'i bëjmë atit, ai është jashtë. Po mua pse më donuan 4 muaj 15 ditë, unë nuk i ka për ata fëmijë. Sa uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu, të sistemosh jetën tënde dhe të jesh një nënë e lumtur. Ta uroj me zemër. I madhi nuk vjen, se jam i sigurt se i madhi është rritur atje dhe nuk e hiq dot nga ajo. Ama të voglin, tip të liri për të voglin, e tamam, i kam thënë, një ti një unë, po të paktën më jep liri për të voglin, se i madhi e di që nuk vjen me mua. Se është lidhur shumë me gjyshen dhe nuk ndahet. E qartë, u bëft me Mira, do mbetemi në kontakt.
Mirë, me historinë e kësaj 28 vjeçare nga Elbasani Dashumishi, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Mirupafshim.